e gjithmonë e ceke dhe mu më pëlqen shumë shoqëria e meshkujve që e kanë. Do me thonë meshkujt janë gjendje me pas një shoqni, me kanë një kallabllak, edhe mos me ani, a dis që ka herë është ai problemi kush po pagu, na pagujta one ma shumë pagujt i tjetri. Meshkujt do me thonë nuk e qesin tavolinat shprehje, do me thonë janë gjendje me urrejnë njëri me tjetrin, mos me lënë shokun tjetër. Do me thonë nuk e lënë shokun lloç. Qikat janë gjendje, po femrat është ndryshe, për shembull, janë gjendje nëse janë me një frajer të vet, e lajnë frajerin, nëse janë me shoqe të veta. Po jo, po të kallëzojt ashtu, nëse qikat një femën është me shoqet e veta, e thirr frajeri vet, ajo është në gjendje me lënë shoqnin, me qika që është, në darkë pezojnë a shembull, edhe me shku të frajeri vetë. Nëse aj tipi mashkulli është të pikove, së kamër dorë me shoqet e vetë, aj nuk qot me shku të nuk e bojna nuk tjirë tama, jo, zoj. Shoqet duhet mi thonë qushka, se ka lëtë me ne. Shoqet duhet mi thonë shka, shoqet e mira. Shoqet e mira i thonë qushka. E din dyqysh mi nda, ferma dyqysh janë ma senzitive, ma naive në disa raste, edhe nuk di mi ba disa ndaresa, se po, shoqja mirë, thot po të shu kap del, vazhda.